Jemi rikthyer në pjesën e dytë të aktualitet për ditën e sotme. Do të flasim tani për një çështje mjaft më rëndësishme që ka të bëjë me kreditë banesave për qytetarët. Në vendimin e Bankës së Shqipërisë, duke nisur nga një korriku i këtij viti, është vendosur marrja masave kufizuese për kreditë e qytetarëve për blerje banesash, me qëllim shmangjen e fluskës në tregun e pasurive të paluajtshme dhe ruajtjen e stabilitetit financiar. Megjithatë, për të hedhur pak më tepër dritë për të kuptuar këtë situatë, unë kam të ftuar në lidhje të drejtë për drejtë me mua eksperten e ekonomisë Romina Radonshiq. Romina, të përshëndes, faleminderit që jemi së bashku. Përshëndetje. Tani të lutem, a mundet që pikërisht të na i shpjegosh edhe një herë këto ndryshimet dhe pse, cili është kufizimi tavan për kreditë që mund të marrin qytetarët nga ana e Bankës së Shqipërisë? Duke qenë se vetë Banka e Shqipërisë ka marrë një sër vërejtjesh apo dhe këshillësh nga FMN-ja dhe për shkak dhe të çmimit të lartë të pasurive të patundshme dhe ku rreth 50% e dhënies kredive janë pikërisht kredi hipotekore, ky ishte një vendim i cili duhet kishte ardhur me kohë, por në fakt ka shumë banka që financimin, edhe pse Banka e Shqipërisë ka vendosur tavan, por ka shumë banka që financonin diku te 85%. Nga ana tjetër, një problem shumë i madh është fakti që 40% e të ardhurave që duhet kenë vetë individët cilët marrin një pasuri të patundshme, konsiderohen si shpenzimet të huas. Tani ne dim shumë mirë që nëse i referohemi vetin statit, po dhe census së fundit, nga buxheti i familjeve shqiptare, 40% shkon vetëm për konsum, pra vetëm për ushqime. Ndërkohë që 40% kërkon banka në marrjen e një huaje hipotekore dhe i bie që vetëm 20% të shkojnë për shpenzime fatura dhe për shpenzime të tjera që mund të jenë shpenzime me mbajtje, transporti e tjerë. Që i bie që një individ i cili merr një kredi, ka një barë tepër të lartë dhe ka një kosto tepër të lartë huaje, sepse dhe krahasuar me vitin 2019, sot ne kemi një kosto më të lartë huaje për shkak të rritjes normës bazë të interesit, duke qenë se ne e dim që një nga politikat e Bankës së Shqipërisë për të mbajtur inflacionin nën kontroll është pikërisht norma bazë e interesit. Pra shqiptarët sot paguajnë më shumë se në vitin 2019 të kostës së huas. Nga ana tjetër, nëse e krahasojmë këtë gjë me Europën, atëherë mund të themi që edhe pse në Europë paguhen 5 herë më shumë apo 4 herë më shumë individët pra në këto qytete europiane, përsëri kostën e huas e kanë 2 herë më të vogël se sa në Shqipëri. Pra në Shqipëri kemi edhe një kosto të lartë jetese. Në Shqipëri kemi edhe të ardhura mesatare të ulta dhe nga ana tjetër kemi një kosto të lartë të huas. Ky është një problem tepër i madh. Sot të blesh në shtëpi, jo vetëm që duhet të kesh një stabilitet në tregun e punës, por nga ana tjetër duhet që rreth pra 25% apo 15% ti kesh kursime për të pasur mundësi për të marrë më pas një kredi për të blerë shtëpi. Pra si thua Romina, kjo gjë është bërë në mënyrë që të ulet numri i kredive të këqija dhe të rritet likuiditeti? Kjo gjë është bërë për të ulur kreditë e këqija dhe vetë banka, sistemi bankar të jetë e motivuar jo vetëm për të dhënë kredi hipotekor, sepse përmban një risk tepër të lartë, por të ketë mundësi të japë edhe kredi të tjera siç mund të jenë kredi biznesi. Në fakt, pjesa më e madhe e kredive, rreth gjysma e kredive që janë sot, janë kredi hipotekore dhe i bie që vetë sistemi bankar të jetë riskos, duke qenë se, siç tham, çmimet e apartamenteve pra pasurive të patundshme në tërësi janë tepër të larta, ndërkohë që kemi shumë individ të cilët kanë probleme me financat e tyre. Nga ana tjetër, kemi mungesë të stabilitetit në tregun e punës, pra një individ apo një çift, se në përgjithësi është një çift pra që e blen këtë pasuri të patundshme, pasi dhe banka ka kriteret e saj për dhënien e kredive, pra një çift, nëse një nga pjesëtarët pra nuk do të ketë mundësi të kursej mjaftueshëm për të larë kredin, apo ndoshta për një periudhë afatshkurtër do të largohet nga puna, atëherë vetë sistemi bankar do ta ketë vështirë për të marrë kostin mujor. Ndaj dhe këtë gjë e bën banka për të pasur më tepër siguri dhe për të menaxhuar riskun. Tani, pyetja ime është kjo, si ndikon ky vendim i Bankës së Shqipërisë për kufizimin e kredive tavan në stabilitetin ekonomik dhe në të ardhmen e të rinjve? Sapo thej që në fakt çiftet e reja janë ato që synojnë më shumë të blejnë shtëpi. Si do të ndikojë ky vendim? Patjetër që ky vendim do të ndikojë që do të sjellë shtyrje të blerjes së shtëpisë, sepse individët duhet të kenë një sasi të madhe të parave të kursyeera,
E më pas, sepse banka nuk financon, le të themi 100%, nëse në të shkuarën mund të kenë të financuar 90% apo ndoshta dhe 100%, sot ky është një kufizim që i bën të rinj të kursejnë së pari, të kenë disa para, pra të plotësojnë atë sasinë që duhet ta kenë vete, më pas t'i drejtohen bankës. Por megjithatë, nëse i referohemi shifrave, i referuar për shembull pagës mesatare në Shqipëri, paga mesatare në nivel pra neto, aq sa një shqiptar merr në dorë, është diku te 670 euro. Dhe një tjetër llogaritje që ka bërë Numbeo për kostën e jetesës në Shqipëri për një individ i cili e ka shtëpinë e tij është diku te 660 euro. Pra, imagjino një individ me pagë mesatare mund të kursej vetëm 10 euro nëse e ka shtëpinë e tij. E që mund të themi për një çift të rish që patjetër që kemi një target group që mund të paguhen dhe janë disa profesione si IT apo profesionistë të lirë, mjek, infermierë e tjerë, por ama kemi sasinë më të madhe të rinjve, të cilët paguan ndoshta nën pagën mesatare. Dhe këto e kanë pikërisht të pamundur edhe nëse kanë disa kursime, të më pas të menaxhojnë pra riskun e tyre për të larë kredin. Ndaj u mendoj që ky kufizim i Bankës Shqipërisë do të bëjë që këto të rinj të shtyjnë vendimet e tyre për blerjen e shtëpisë dhe të tregohen më racional në momentin që duhet të marrin kredi në bankat e nivelit të dytë. Përpara se të kalojmë tek tregu i ndërtimit, se dua të pyes për këtë gjë, për shembull, tek masat e reja të Bankës së Shqipërisë sa i takon kufizimit, janë pra kufizim, nëse mund t'i përmbledhim, kufizim i shumës së kredisë në raport me të ardhurat e aplikantit, dhe kjo është e kuptueshme, sepse duhet parë sa janë të ardhurat e aplikantit, pastaj të jepet shuma e kredisë, tavan për përqindjen e këstit të kredisë ndaj pagës, edhe kjo është e kuptueshme, po kjo pika e tretë për shembull, kontrolle të reja për vlerësimin e riskut nga bankat e nivelit të dytë. Çdo të thotë kjo? Është teknikalitet. Një individ mund të ketë marrë ndoshta një kredi tjetër në një bankë të nivelit të dytë, që mund të jetë një kredi për blerjen e një makine apo një kredi konsumatore. Ndaj, vetë banka, kur i vjen klienti, merr informacione tek Banka e Shqipërisë për të parë nëse ky klient i cili ka ardhur pranë bankës a ka marrë dikur kredi dhe nëse ka marrë, si ka qenë le të themi performanca e shlyerjes së kredisë, a ka ndonjë kredi apo mikrokredi të cilët e ka lënë pezull apo për shkak të vonesave, pra shikon një historik me qëllim që të menaxhojë riskun vetë sistemi bankar. Pra, përveç kufizimeve në të tavanit dhe përveç nivelit të ardhurave, patjetër që bankat e nivelit të dytë, sepse në fund banka është një biznes dhe nuk donë që le themi të ketë një klient i cili ka pas probleme në të shkuar në shlyerjen e kredisë. Pra do të ketë një klient i cili nëse ka marrë në të shkuarën një kredi, të ketë pat një performancë dhe të ketë shlyer këto në kohë. Pra kjo në kupton, pra ku banka merr informacion për klientin, duke u drejtuar Bankës Shqipërisë për historikun e klientit nëse ka marrë apo jo kredi dhe si ka qenë shlyerja. Qartë. Të kalojmë pak tek tregu i ndërtimit, Romina, pyetja ime dhe jo vetëm imja, a është tregu i ndërtimit drejt një kolapsi të heshtur ose të zhurmshëm? Dhe apo e paralajmëron Banka e Shqipërisë përmes këtij vendimi një kolaps të tillë? A duhet ta marrim këtë sinjal? Së pari do doja të thoja që tregu i ndërtimit është një nga industritë më të zhvilluara në Shqipëri, ku vetë qeveria thotë që tregu i ndërtimit dhe industria e turizmit po sjellin një rritje ekonomike. Nga ana tjetër ne shohim që kostot e ndërtimit në fakt janë rritur, sepse janë rritur dhe kërkesat për standardet e ndërtimit, se pam shumë mirë se çfarë ndodhi me tërmet, ku në një pjesë e mirë e ndërtimeve nuk ishin ndërtuar sipas standardeve të projektimit apo inxhinierike dhe patën probleme. Nga një anë kemi përmirësimin e ndërtimit, por që kjo ka ardhur me kosto shtesë dhe për shkaqe të tjera. Pra, kudo, për shembull, nëse marrim një shifër, sot për të ndërtuar, vetëm për të ndërtuar, pra kosto e ndërtimit është 600 euro, që do të thotë që 600 euro metër katror, që do të thotë që është rritur pra dhe kosto e ndërtimit dhe si pasojë edhe mungesës punojësve e punëtorëve dhe nivelit të pagave që janë rritur në këtë sektor për shkak të mungesës, po edhe nga aspekte të tjera siç janë materialet e ndërtimit. Por në këtë moment ne kemi një
kemi çmime tepër të larta që nuk përkojnë me kërkesë, sepse normalisht edhe pse kemi një kërkesë të lartë, kemi përsëris çmime të larta. Çfarë e bën këtë sektor të jetë kaq me çmime të larta? Së pari e bëjnë pra kërkesat që kanë turistët e huaj që vinë blejnë apartamente këtu dhe rrisin kërkesën, por nga ana tjetër rrisin dhe çmimet. Së dyti janë mënyra se si po përdoren një pjesë e mirë e pasurive të patundshme, sot nuk po përdoren vetëm për strehim, por po përdoren edhe për biznes, pra Airbnb dhe Booking, pra për turizëm, përsëri. Pra prap turizmin e ka sjell edhe së pari pra ka sjell blerje nga investitor, së treti janë investimet më të larta dhe kur ne i referohemi statistikave janë pasuritë patundshme. Pra janë këto tre faktorë që kanë rritur çmimet në sektorin ndërtimit që sot një familjar, ndoshta edhe me të ardhurën mbi mesatare, një çift i ri nuk ka mundësi të blejë dot një shtëpi. Kufizimi që ka bërë Banka e Shqipërisë e ka bërë për të menaxhuar riskun në sistemin bankar, sepse vërtet do të kalonte një kolaps. Nga ana tjetër e ka bërë edhe për të stabilizuar disi tregun e pasurive të patundshme. Megjithatë, unë mendoj që çdo individ i cili do të donte të kishte një shtëpi, sepse në fakt shqiptarët janë të lidhur emocionalisht me pasjen e një shtëpie. Pra, nëse në Europë ne shohim individ të cilët jetojnë me qira ndoshta gjithë jetën, ndërkohë që çiftet e reja sot për shkak të ndryshimit të stilit jetesës, ato e shohin si prioritet blerjen e shtëpie, jo për shembull të marrin një kredi dhe të zhvillojnë biznesin e tyre, por e kanë shumë të rëndësishme blerjen e një shtëpie. Ndaj dhe kjo, le të themi, ka krijuar këtë fluskën e madhe që dhe shumë ekspertë thonë, sepse nga një anë kemi rritjen e blerjes së një pasurie të patundshme, por nga ana tjetër kemi dhe rritjen e kostës së qeras. Ne shohim, për shembull, mjafton vetëm të flasim për zonën e Tiranës. Tirana sot të jetosh me qira në Tiranë është tepër me një kostë tepër të lartë që mund të jetë sa paga mesatare. Pikërisht si ndikohen të rinjt, sidomos studentët ose profesionistët e rinj nga kjo rritje e çmimit të banesave dhe rrjedhimisht të çmimit qeras? Po, është vërtet, për shkak të rritjes së çmimit qeras, atëherë të rinjt mundohen ta shohin si një zgjidhje blerjen e pasurive të patundshme, pasi ato thonë që është më mirë që unë të marr një kredi dhe të shlyej kësit e kredisë, sesa të jetoj me qera, pra të shpenzoj për qerave, në fund ambienti nuk do të jetë kur shtëpia ime. Nga ana tjetër, pse janë rritur kostot e qeras në Tiranë? Së pari sepse Tirana është një vend i mundësive, i cilësisë jetesës, i një më të mirë, po të jep dhe oportunitet. Nga ana tjetër po shohim që Tirana është dhe një kryeqytet të bërit biznes, shohim shumë të huaj që vinë për të bërë biznes. Por edhe turizmi, pra siç e thamë më parë, ka rritur çmimet edhe ambienteve me qerasë. Ne thamë që blihen shtëpi dhe përdoren për qëllime biznesi, por nga ana tjetër merren dhe ambiente me qera dhe përdoren për biznese. Pra, edhe blihen, por edhe merren me qera. Dhe kjo ka bërë që të rritet dhe kosto i qeras. Pra paralelisht me rritjen e çmimeve të pasurive të patundshme në përblerje, është rritur dhe le të themi çmimi i qerave. Tani, unë doja të të pyesja kush përfiton nga kufizimi i aksesit në kredi ose kufizimi i tavanit të kredisë? Nëse e ke bërë një analizë të tillë. Së pari fiton sistemi bankar pasi mund të menaxhojë riskun dhe pra nuk mund të jetë 50% e kredive të jepen për kredi hipotekore. Së dyti, indirekt, kjo ndihmon dhe vetë të rinjt, pra që të mos i drejtohen bankës se ndoshta nuk mund të ketë një të ardhme sigurt, por të bëhen më racional në investim për blerjen e një pasurie të patundshme. Ndikon, përfiton besoj edhe biznesi në forma të ndryshme? Unë mendoj që tek biznesi, interesat për kredi për biznes, unë mendoj që do të jenë po në ato nivele, kështu që gjithmonë interesat për biznes janë disi më të larta, duke qenë se kanë dhe marzhe fitimi, pra ato para që do të përdoren. Unë mendoj që tek biznesi nuk është se ka ndonjë ndikim direkt, mund të ketë një ndikim indirekt, por tek sistemi bankar ka një ndikim direkt dhe është një ndikim i cili e ndihmon bankën që jo gjithë likuiditetet që e ka t'i përdori për kredi hipotekore. Qartë, shumë qartë.
Pyetja tjetër, Romina, është lë ty të kuptosh kjo mas kufizimi, masat të tjera, a paralajmëron masat të tjera kufizimi në ekonominë tonë, pra për të mundësuar një likuiditet më të madh, për të paksuar kredite këqija etj. Në fakt, së fundmi kemi një edukim financiar nga qytetarët shqiptar disi më të shtuar, pasi sot qytetarët shqiptar së pari përdorin këshilluesin financiar për të marrë një kredi, ose interesohen më shumë banka dhe shohin kush ka interesin që mund t'i leverdisë më shumë për marrjen e UAS. Së dyti, unë mendoj që vetë sistemi bankar ka mundësi të përzgjedhë dhe kjo është një aspekt pozitiv, por nga ana tjetër, kjo iniciativë ka ardhur dhe si paralajmërim i FMN-s, pra i institucioneve ndërkombëtare dhe patjetër dhe shoqatave të bankës. Qartë. Pra, si thuash, lë të kuptoj që mund të jetë fillimi një cikli, po them, kufizimesh për ekonominë. Se në fakt kjo është ajo që u intereson qytetarëve. A do të shtrëngohet më shumë jeta apo do të kenë më shumë, po them, mundësi dhe në cilën formë do të jenë këto mundësi? Në fakt, ky kufizim, pra diku te 85% në përgjithësi një pjesë e mirë e bankave e kanë pasur, por tashmë është një tavan, ka pas dhe banka të cilët financonin më shumë. Ky është një tavan që ne na paralajmëron që së pari në blerjen e një shtëpie duhet kemi kursime dhe së dyti duhet i drejtohemi bankës, por gjithmonë bankës duhet i drejtohemi nëse kemi mundësi financiare, pra për të shlyer kredin. Ndaj është ajo që banka ka vendosur, pra rreth 40% të ardhurave duhet të shkojnë për shlyerjen e kësteve. Gjithmonë kur ka kufizime që le themi menaxhojnë riskun e bankës, duket sikur indirekt menaxhon dhe riskun e vetë individit i cili do të shkojë për të marrë një kredi. Qartë. Romina, unë të falenderoj për ekspertizën tënde dhe për bisedën në studio. Faleminderit. Nice. Ishim me eksperten e ekonomisë, pikërisht Romina Radonshiq, folëm për kufizimin e kredive për shtëpi që ka vendosur Banka e Shqipërisë, i cili do të hyjë në fuqi nga 1 korriku i këtij viti. Ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi menjëherë pas pak.